Tota një eksperiencë e pare jotja si antare jurist në panairin e librit. Si të erdhi propozimi dhe si u ndjeve? Panairi i librit është gjithmonë një fest dhe për ne specialistët e librit në mënyrë të veçantë. Por panairi i këtij viti për mua solli një tjetër risi, propozimi nga shoqata e botuesve shqiptar për të qenë pjesë e jurisë për konkursin që organizohet çdo vit gjatë këtij panairi të librit. Dhe them të drejtën, këtë propozim e prita me shumë kënaqësi, sepse jam çdo ditë mes librave dhe një kënaqësi më vete pse jo të isha dhe pjesë e një jurie që do t'i vlerësoj ata. Nuk ishte kënaqësi vetëm pjesëmarrja në juri, por edhe ndarja e punës dhe bashkëpunimi me kolegë të jetë profesional. Të jesh pjesë e një jurie është sa një punë e bukur, e ngarkuar, e lodhshme, pse jo, por edhe me një përgjegjësi të madhe, sepse duhet të krijosh një lloj ekuilibri midis shijeve të tua personale, estetike dhe atyre objektive, domethënë për sa në të vërtet vlen libri. Teuta është folur shumë për panairin e librit gjatë ditëve të mbajtjes së tij, por unë dua të di prej teje si një person që është gjithmonë në kontakt me librin, por gjithmonë dhe me autorët dhe shtëpitë botuese të Durrësit. Si erdhi Durrësi në panairin e librit? Atëherë Durrësi u paraqit të dy shtëpitë botuese të cilat janë në qytetin e Durrësit, 2M dhe shtëpia botuese Jozef, u paraqitën me titujt, të cilët i sjellin autorët durrësak, por jo vetëm, dhe shtëpia botuese Jozef është paraqitur me 6 tituj, ndërsa shtëpia botuese 2M është paraqitur me 10 botime, me 10 tituj të autorëve durrësak dhe jo vetëm. Njëkohësisht unë të doja të përmendja edhe faktin që nga botimet e shtëpisë botuese Jozef kemi edhe përkthimin nga frëngjishtja të 7 historive që vijnë nga larg. Këtë botim e ka sjell Enton Bido, përkthyesi Enton Bido, dhe është renditur në finalen e përkthyesve të cilët më pas do të vlerësoheshin në bashkëpunim me ambasadën franceze dhe shoqatën e botuesve shqiptar. Kjo ishte një kënaqësi më vete, sepse Durrësi u përfaqësua jo vetëm me botime në këtë konkurs letrar, por edhe me finalist. Unë ju uroj suksese të gjithë autorëve që morën pjesë dhe të dy shtëpive botuese që u paraqitën me botimet e tyre në këtë panair. Teuta, unë e theksova edhe një herë më përpara që ti je gjithmonë në kontakt me librin. Por nga ana tjetër, desha të dija diçka në rrafshin personal. Teuta si autore vet, çfarë ka në duar gjatë kësaj periudhe? Tani së fundmi kam në dorë një vëllim me tregime. Do të më pëlqente t'i dedikohesha prozës, sepse tek e fundit fillimet e mia të para kanë qenë në prozë, dhe një vëllim me vështrime përkundrejt letërsisë bashkëkohore shqiptare. Të gjitha këto vështrime, ese apo që janë botuar në periodik të ndryshëm, si për shembull tek Ex Librit dhe tek Nacional, unë i kam përmbledhur që të jenë të gjitha së bashku në një libër më vete. Teuta, unë të uroj shumë suksese.